Të dashur qytetarë, në mbyllje të këtij viti, qeveria shqiptare ka ndërmarrë nismën për miratimin e një amnistie penale, një akt ligjor ky i bazuar te humanizmi, drejtësia sociale dhe standardet evropiane të drejtësisë. Ky lajm i mirë për përfituesit direkt dhe për familjet e tyre është me siguri urimi më i mirë i këtij fundviti. Kjo amnisti që ne do të miratojmë nuk është kurrësi një lëshim politik, por një politikë penale moderne. Një shtet i fortë nuk ka nevojë të mbajë në burg njerëz pa rrezikshmëri reale, por të investojë në rehabilitim dhe siguri afatgjatë. Drejtësia evropiane nuk matet me numrin e burgosur, por me parandalim, rehabilitim dhe uljen e përsëritjes së veprave penale. Amnistia që ne do të miratojmë në Këshillin e Ministrave nuk është një vendim i rastësishëm. Ajo vjen pas një analize të detajuar të situatës në sistemin e drejtësisë penale në bashkëpunim me organet përgjithëse dhe adreson një shqetësim madhor, përdorimin e lartë të masës paraburgimit dhe nevojën për një qasje më proporcionale dhe më humane. Sot, për fat të keq, në sistemin e burgjeve ndodhen rreth 5.000 persona, nga të cilët një pjesë e konsiderueshme, konkretisht më shumë se gjysma e tyre, janë të paraburgosur. Kjo situatë kërkon ndërhyrje të përgjithshme dhe të menjëhershme, në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira evropiane. Paraburgimi i tepruar është një shqetësim persistent në sistemin tonë penitenciar. Shqetësim i ngritur në mënyrë të përsëritur nga Këshilli i Evropës, si dhe nga partnerët tanë evropianë. Bipopullimi në burgje nuk është forcë e shtetit, është dobësi e sistemit. Kjo amnisti e korrigjon në një farë mënyre atë dobësi, teksa ne kemi ende punë përpara për një politikë penale moderne që përgjigjet stadit në cilin Shqipëria është sot dhe nesër si vend antar i Bashkimit Evropian. Përmes kësaj amnistie, qeveria po ndërmerr një tjetër akt parandalues dhe human, përpara se problemi të kthehet në krizë sistemike. Më konkretisht, nga zbatimi i kësaj amnistie në vlerësimet paraprake të drejtërisë së përgjithshme të burgjeve, rreth 380 persona do të përfitojnë lirim të menjëhershëm dhe rreth 900 të tjerë përfitojnë ulje dënimi, ndërsa numri real i përfituesve është edhe më i lartë, duke përfshirë këtu ata që përfitojnë nga pushimi i ndjekjes penale, si dhe masat alternative. Jam veçanërisht i lumtur që në këto kategori përfituesish përfshihen të mitur, gra dhe persona të dënuar për vepra me rrezikshmëri të ulët shoqërore. Efekti është konkret dhe i menjëhershëm. Popullimi në burgje ulet me gati 7%. Përmirësohen kushtet e trajtimit, sigurisë, rehabilitimit, si dhe garantojnë më shumë respekt ndaj dinjitetit njerëzor. Sigurisht, nga kjo amnisti nuk mund të përfitojnë ata që kanë kryer krime të rënda, korrupsion apo vepra me rrezikshmëri të lartë shoqërore. Kurse si jo, subjekte që janë hetuar nga SPAK dhe gjykuar nga GKK. Nuk ka amnisti selektive dhe as favorizime, por kritere ligjore të qarta dhe transparente. Kush e sheh amnistin si dobësi, gatron në fakt dëshkimin me drejtsinë. Kjo amnisti nuk është falje e shkeljes së ligjit, por një shans i dytë, i dhënë me përgjegjësi, për ata që mund dhe duhet të rikthehen në shoqëri dhe pranë familjeve të tyre. Ne besojmë fort në një drejtësi të drejtë, jo për statistikë, dhe as në kurizë të pamundurve. Një drejtësi që nuk humbet kurrë humanizmin dhe që në frymë dhe në shpirt udhëhiqet nga standarde të larta të panegociueshme demokratike evropiane. Faleminderit dhe gëzuar festat.